Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma amma ba'd. E falenderojmë Allahun Gjelle Gjelaluhu për çdo mirësi dhe begati me cilën na ka pajisur. E padyshim që kulminacioni begative dhe mirësive është udhëzimi në rrugën e drejtë në dinin ton islam. Përshëndetjet tona të përzemërta ja dedikojmë shëmbëltyrës së ummetit, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe të gjithë besimtarëve muslimane që e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. E lusim Allahun azza wa jall që të na sjell dituri të dobishme. E lusim Allahun azza wa jall që të na ruaj nga dituria pa dobishme. E lusim Zotin fuqiplot që të na bëj zemrat e nënshtruara dhe me atë që e mësojmë duhet që ta praktikojmë në jetën e kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatit e Zotit qofshin gjithmonë mbi ju dhe mbi familjet e juaja. Mirë se takohemi në serinë tonë të ligjëratave Zemra mes sëmundjes dhe shërimit, ku jemi duke qëndruar së bashku, duke komentuar së bashku disa prej ilaçeve, disa prej gjërave të cilat e shërojnë zemrën tonë të sëmur, disa prej ilaçeve të cilat e bëjnë të shëndetshme zemrën tonë, e cila është njëllosur nga sëmundjet e ndryshme shpirtërore si mendjemallësia, zilia, mendimi keq për Allahun dhe mendimi keq për njerëzit, e të ngjajshme me to. Andaj jemi duke folur për një ilaç të fuqishëm që ndikon shumë shpejt për përmirësimin, filtrimin dhe pastrimin e zemrës tonë, që është Kur'ani famë e madh, fjala e Allahut azza wa jall. Dhe kemi shpjeguar për vlerën e Kur'anit, se sa ndikon në zemrat tona, se sa është ushqim për shpirtin dhe zemrat tona, sa është shërues dhe trajtues i sëmundjeve të ndryshme, edhe ato që njihen ndryshe si bota e shejtanëve dhe e gjinëve. Kurse sot me lejen e Allahut azza wa jall, në ligjëratën e tretë vetëm për Kur'anin, do të flasim për boshtet dhe tematikat kryesore që i sjell ky Kur'an, dhe që ndikojnë këto tematika për përmirësimin e zemrave tona. Andaj, Kur'ani të nderuar vëllezër në formë të përgjithshme i ka 5 boshte, ose i ka 5 tematika të cilat i trajton në pothuajse shumicën dërmuese të Kur'anit famëmadh. Dhe këto 5 boshte i përfshin ndoshta edhe disa prej tematikave të tjera. Ato boshte janë: e para, boshti i parë është boshti i besimit, i akides, i monoteizmit. Allah azza wa jall në shumë ajete kuranore, në shumë sure të zbritura, thret që njerëzit të besojnë Allahun azza wa jall me një besim të drejtë, pa i dhujtari, pa i bërë shok atij. Andaj Allahu azza wa jall në një pjesë të madhe të Kuranit famëmadh i thret njerëzit për besim dhe akide të drejtë. Dhe Allahu azza wa jall tregon përmes këtij Kurani dhe kësaj tematike që shkaku kryesor i krijimtarisë, shkaku kryesor i krijimit të njerëzve, shkaku dhe adhurimi më i madh që i bëhet Allahut azza wa jall është njësimi, tauhidi, akidja e pastërt e besimtarit dhe e besimtares. Allahu azza wa jall në shumë ajete kuranore e sjell se ai është i vetmi një dhe i pashoq. Ati nuk i ngjason askush. Allahu azza wa jall nuk ka nevojë për askënd. Ai i posedon dhe i zotron emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta. Ati nuk i shembellon askush. Dhe kërkush s'ka mundësi që të barazohet me Allahun subhanahu wa taala. Dhe ai as nuk ka lindur, as nuk është i lindur, dhe Allah azza wa jall ka zbritur një sure që e fuqizon këtë, që është Kul huwallahu, apo surja Al-Ikhlas. Allah azza wa jall tregon se është krijuesi i qiejve dhe tokës. Allahu subhanahu wa taala tregon se të gjithë ne si krijesa kemi nevojë për të.
e ai është i pasuri kurse ne jemi të varfër për besim ndaj tij dhe kemi nevojë të mbështetemi atij. Allahu subhanahu wa taala në shumë ajete kuranore dhe në sure dhe kaptinat e Kuranit famëmadh sjell tregime të ndryshme për të treguar se sa kanë sakrifikuar pejgamberët për këtë tauhid dhe këtë akide. Sa kanë sakrifikuar popuj të ndryshëm që janë përsekutuar dhe maltretuar, vetëm që akidja të mbetet e para e palekundur me jo dyshime në raport me Allahun subhanahu wa taala. Dhe ky është njëra prej bushtave kryesore të Kuranit famëmadh. Nuk do të mund të paramendohej bukuria dhe madhështia e Kuranit, po mos ishte tematika bazike që është besimi në Allahun subhanahu wa taala. Andaj, prej shumë këtyre shembujve të akides, prej shumë këtyre thirrjeve, prej shumë këtyre zgjimeve nga gjumi, po e përmendim vetëm një shembull që tregon akiden, që tregon thirrjen e Allahut azza wa xal për të rizgjuar dhe për ta besuar atë fuqishëm. Ju dhe ne e kemi dëgjuar mirë për një kaptin që quhet Surja El-Kahf, që duhet ta lexojmë çdo xumë. Dhe baza e emërtimit të kësaj sureje ka të bëjë me një shpellë ku kanë banuar dhe kanë qëndruar disa djelmosha të rinj. Por a thua vallë, kush janë këta djelmosha? Pse kjo sure është e veçantë? Pse kjo sure ka bazë të fuqishme për akiden dhe besimin? Ashabul Kahf, banorët e shpellës janë disa djelmosha të nderuar vëllezër dhe motra, të cilët e besojnë në Allahun azza wa xal pa shibla. Dhe kur populli i tyre u fut në idhujtari, kur populli i tyre u fut në dukuri negative, këta djelmosha të rinj nuk e pranuan këtë rrugë dhe e besuan Allahun azza wa xal dhe e proklamuan besimin e tyre, por hasën në vështërsi të mëdha, hasën në luftë të fuqishme ndaj tyre. Andaj ju rrezikua besimi tyre, ju rrezikua fetaria tyre dhe kësaj vendosën që të largoheshin nga ai vend dhe të iknin nga ata banor. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ata ishin djelmosha, thot Allah azza wa xal në surën Kahf, të cilët e besuan Zotin e tyre dhe ne u ashtuam besimin atyre, ne u ashtuam udhëzimin atyre. Dhe u larguan derisa shkuan tek një shpellë, së bashku me qenin e tyre dhe u futën në shpellë dhe aty pushuan dhe i mori gjumi për një periudhë të gjatë kohore që Allahu azza wa xal e përmend në Kur'an ku tha: "Wa labithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9." Dhe ata qëndruan për 300 vite me radhë në shpellë dhe i shtuan edhe 9. Pra, gjithsej 309 vite në atë shpellë për të ruajtur besimin e tyre dhe për të treguar Allah azza wa xal që ata të cilët besojnë dhe ruajnë besimin e tyre, Allahu bën mrekulli me ta. Dhe për të ruajtur trupat e tyre që të mos prishen, Allahu azza wa xal e dërgonte diellin anash e jo mbi trupat e tyre. Dhe të njëjtën kohë ata ktheheshin majtas e djathtas, wa nuqallibuhum dhata al-yamin wa dhata ash-shimal. I kthenim djathtas e majtas në krah në mënyrë që të mos prishen trupat e tyre. Wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid. Dhe qani i tyre ishte jashtë shpellës me një pamje të trishtueshme. Me një pamje të trishtueshme që po të kalonte dikush andej, do të friksohej dhe do të largohej nga ai vend. Pra këto shkaqe i krijoi Allahu azza wa xal në mënyrë që truhet tauhidi, në mënyrë që truhet akidja dhe besimi i vërtet. Dhe pasi që Allahu azza wa xal i rikthei përsëri në jetë pas 309 vitesh, njëri prej tyre tha që të shkoj dikush në qytet dhe të marr ushqim. Dhe të njëjtën kohë polemizuan se sa kanë qëndruar, sa kanë vjetur. Dikush tha që kemi qëndruar një ditë, e dikush tha gjysmë dite. Wallahu a'lamu bi'iddatihim.
Allah Azza wa Jalla e din edhe sa kanë qëndru, po e din edhe sa persona kanë qenë. Sepse edhe debati mes historianëve është se sa persona kanë qenë. Se e kulune thalathatur rabi'uhum kalbuhum. Disa thonë se kanë qenë 3 i 4 i qani tyre. Je kulune khamsetun sadisuhum kalbuhum. Disa thonë se kanë qenë 5 i 6 i tyre qani. Wa je kulune seba'atu wa thaminuhum kalbuhum. Dhe disa për i tyre thonë se kanë qenë 6 i 7 i tyre ka qenë qani. Allah Azza wa Jalla thot, Allah e din mas mirë të numrin e tyre, që nënkupton se nuk është e rëndësishme detajet historike në ngjarje, sa është e rëndësishme përmbajtja që na sjell tregimi banorëve të shpellës, Ashabul Kahf, që muslimani duhet pra ta ruaj besimin, dhe kur shkuan në atë qytet me monedhat e vjetra, tashmë për realitetin e tyre të papërdorura, kishin ndruar njerëzit, ishin ndruar ndërtesat, ishin ndruar edhe vetë sundimtari. Dhe atje u zbulua që Allah Azza wa Jall ka bërë mrekulli me këta njerëz. Dhe për të treguar gjithë atyre banorëve se sistemi ringjalljes ka me ndodhur me të vërtetë. Andaj merreni si shembull banorët e shpellës, sepse një ditë prej ditësh edhe ju do të ringjalleni pasi që jeni të varrosur në varreza. Andaj, kjo është njëra prej tregimeve bazike që na mëson se si do ta ruajmë imanin dhe besimin. E shumë ajete kuranore të tjera, e shumë tregimet e tjera na mësojnë se muslimani nuk do të adhuroj Allahun, nuk do të adhuroj dikë tjetër me Allahun, nuk do t'i bëj shok atij, nuk do ta mohoj dhe ta refuzoj Allahun dhe urdhrat e tij, nuk do ta mohoj ringjalljen. Ditën kur do të dalim para Allahut Azza wa Jall për dhanë llogari, nuk do t'i mohoj pejgamberët e Allahut, nuk do t'i mohoj librat e tij, e të ngjajshme me to. Andaj, ky tregim mbetet bazë për ta mësuar dhe për të reflektuar në jetën tonë. Gjithashtu, të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, Allahu subhanahu wa ta'ala një bosh tjetër, një tematik tjetër të fuqishme, që i sjell Kur'anit, dhe me të madhështohet ky libër i Allahut Azza wa Jall, janë tregimet, rrëfimet dhe historitë që përmes tyre dëshiron Allahu Azza wa Jall që të na zgjoj zemrat tona, të na pastroj zemrat tona nga idhujtaria dhe nga gabimet eventuale në jetën e kësaj bote. Andaj përmes këtyre tregimeve Allah Azza wa Jall dëshiron që ta zgjojnë ndjenjat tona dhe mendjen tonë në mënyrë që të përmirësohemi dhe të ecim rrugës së drejtë. Për këtë arsye Allah Azza wa Jall i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ne kështu po t'i tregojmë ty të gjitha këtu, linuthabbita bihi fuadak, në mënyrë që ta forcojmë zemrën tonë, në mënyrë që ta forcojmë besimin tënd. Andaj nëse filloj me tregimin e parë, me tregimin e parë dhe njeriun e parë, Ademin alayhis salam. Allah Azza wa Jalla na tregon se si është krijuar, na tregon se si ka polemizuar me melajket, dhe si Allah Azza wa Jalla ka mësuar të gjitha emërtimet atij, dhe si kanë rënë sejdë melajket përveç Iblisit, që nuk i ka rënë sejdë, dhe është bërë prej mohuesve. Allahu Azza wa Jall përmes këtyre tregimeve na sjell tregimin e dy bijve të Ademit alayhis salam, ku thot Allahu Azza wa Jall: "Watlu alayhim naba ibnay Adam bil haqq idh qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin." Tha dhe tregoi Avti Muhammed tregimin e dy bijve të Ademit me të vërtetën, ku ata dolën në një fushë, në një majdan, për t'i prerë kurbanet e tyre dhe për të shikuar se kujt po ja pranon Allahu Azza wa Jall. E kur Allah ja pranoi njerit prej tyre, tjetri tha, unë do të vras ty. E Habili tha, inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Me të vërtetë, Allahu pranon prej të devotshmeve. Dhe kemi mësuar mirë se si vllau e vran vllain e tij për shkak të xhelozisë dhe zilisë. Dhe do të mbetet shembull dhe do të mbetet si
shtimi gjunahit e tij për Xhakderi dhe Kabilit deri në ditën e gjykimit. Dhe pastaj Allah Azza wa Jall vazhdon me rrëfime të tjera kuranore, ku përmend historinë e Nuhut a.s. si rrëfim i rezistencës, rrëfim i thirrjes islame dhe palodhshmërisë së Nuhut a.s. në thirrjen e Allahut Azza wa Jall në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, ku qëndroi mbi 900 vite për të thirrë në dinin e Allahut subhanahu wa taala. Pra qëndroi 950 vite duke thirrë në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Dhe tregimi i tij na mëson se si ka mundësi ndonjëherë që edhe vetë familja të kundërshton në këtë rrugë, ku nuk i besoj djali i tij dhe nuk i besoj bashkëshortja. Ku Allah Azza wa Jall e përmendi Kur'an, pra shembullin ti përkujtoi shembullin e bashkëshortës së Firaunit dhe bashkëshortës së Lutit dhe Nuhut. Andaj këto tregime dhe tregimet të tjera që ndërlidhen me Muhammedin a.s., që ndërlidhen me Ibrahimin a.s. dhe sakrifica e tij dhe prerja e kurbanit, dhe të njëjtën kohë braktisja e familjes së tij dhe lënia e kësaj familje në Mekë të vetmuar. Të gjitha këto histori dhe në fond edhe tregimi më i mirë në Kur'anin famëmadh, prej tregimeve më të mira, tregimi i Jusufit a.s., prej fundosjes në Bonar, hedhjes në Bonar, e deri tek marrja e pozicioneve të fuqishme. Pra, në Egjipt, të gjitha këto histori të veçanta, neve na mbushin me iman, na përmisojnë zemrat tona dhe na bëjnë më të kalitur në dinin e Allahut Azza wa Jall. Andaj, shpesh duhet të lexojmë këto tregime, shpesh duhet të dëgjojmë këto tregime në mënyrë që të marrim irnek dhe mostër. Dhe këto tregime na i ka mësuar Allahu Azza wa Jall, janë tregimet më të vërteta. Kemi edhe tregime nga suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që quhen rrëfimet profetike. Gjithashtu prej tyre marrim dobi dhe mësojmë gjëra shumë të bukura në jetën e kësaj bote. Andaj Allahu Azza wa Jall spari ja mësoi Muhammedit a.s. këto rrëfime në mënyrë që t'ia forcoj zemrën e tij, e pastaj pejgamberi a.s. u akumtoi edhe shokëve të tij në mënyrë që të përmirësohen në jetën e kësaj bote. Andaj, secili prej neve në jetën tonë kemi rrëfime të ndryshme, dhe kur dëshirojmë që dikujt t'i argumentojmë me diçka, e marrim një ngjarje të caktuar, një histori të caktuar që na ka ndodhur në jetën e kësaj bote, në mënyrë që t'i mbushim retorika tona me argumente dhe me ngjarje të vërteta, të cilat kanë ndodhur në mënyrë që dëgjuesin pra ta bindim për tezat dhe për konceptet tona që i kemi në jetën e kësaj bote. Andaj, pra, këto janë tregime me cilat duhet të furnizohemi, duhet të ushqehemi në mënyrë që ta përmirësojmë lidhjen tonë me Allahun subhanahu wa taala. Dhe çdo tregim të nderuar vëllezër dhe motra që është përmendur në Kur'an është tregim i vërtet, është autentik, sepse është fjala e Allahut Azza wa Jall. Kurse tregimet të tjera që janë në sunetin e pejgamberit alayhis salam duhet të vërtetohen së pari, a janë me transmetime të sakta autentike, dhe gjithashtu dhe kemi diçka që quhen israeliate, edhe ato duhet të vërtetohen dhe të njëjtën kohë parimi bazë për to është që ato në shariatin ton pranohen, në qoftë se kanë bazë, e në qoftë se nuk ka argumente për to, shikohet se apo i kundërshtojnë parimet e përgjithshme dhe rregullat e përgjithshme të shariatit, në qoftë se nuk i kundërshtojnë i marrim, në qoftë se i kundërshtojnë i marrim ato. Andaj, spari duhet të argumentohemi me tregimet kuranore, pastaj me tregimet profetike, e pastaj edhe me israeliatet, me rrëfimet e benu Israelve të cilët kanë qenë si popull i mahershëm dhe që të këta ka pasur tregime të fuqishme. Andaj këtu janë rregullat e përgjithshme sa i përket tregimeve që është njëra prej boshteve kryesore të Kuranit, që përmes tyre forcohet besimi dhe imani ynë. Të nderuar vëllezër dhe motra, shkojmë në shkputje të shkurtër për vazhduar me 5 boshtet e Kuranit.
Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, vazhdojmë pas boshtet e Kur'anit, fa më madh, pas tematikat kryesore që i përdor Kur'ani në mënyrë që zemrat tona përmes këtyre pas boshteve të përmirësohen, të shtohet besimi dhe të largohemi nga dukuritë negative. Boshti i parë, akideja besimi. Boshti i dytë, historitë dhe rrëfimet e pejgamberëve. Dhe boshti i tretë me radhë janë shembujt të cilët kanë ardhur në Kur'an e që Allahu subhanahu wa ta'ala mundohet që përmes këtyre shembujve dhe krahasimeve dhe përngjasimeve t'ia bëj të kuptoj njeriu të vërtetën me lehtë. Allah azza wa jall ka përdorur shumë shembuj në Kur'an. Allahu subhanahu wa ta'ala ka përdorur shembullin e bletës. Dhe një sure të tërë në Kur'an e ka emërtuar me suretun Nahl. Allah azza wa jall ka përdorur shembullin e marimangës. Allah azza wa jall ka përdorur shembullin e mushkonjes në Kur'anin famëmall, kur bëhet fjalë për besimin dhe krijimtarinë. Allah azza wa jall ka përdorur shembujt e milingonës, shembullin e dynjas dhe ujit, shembullin e njeriut që sheh dhe atij që nuk sheh, shembullin e ditës dhe të natës e kështu me radhë. Të gjitha këto vetëm që ti parafrohet njeriut e vërteta, ti parafrohen argumentet e fuqishme për ta besuar Allahun azza wa jall. Shembujt janë të shumtë, por neve do të mundohemi të fokusohemi vetëm në një apo dy shembuj në mënyrë që ta kuptojmë se sa i fuqishëm është ky libër, se sa shkencor është ky libër, se sa ky libër është i përshtatshëm në çdo periudhë kohore, edhe në 2020-ën, edhe në 2025-ën, edhe në 2050-ën, edhe në 2300-ën, do të jetë gjithmonë i kapshëm, i përshtatshëm, praktik për çdo kohë dhe shoqëri që vjen deri në ditën e fundit të kësaj bote. Thot Allahu azza wa jall në suretun Nahl, në surën e bletës. Thot: "Wa awha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyuta wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula يخرج من بطونها شراب مختلفا ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Thot Allah azza wa jall, Zoti yt frymëzoi bletën, e inspiroi bletën, ndërto shtëpi në përmale, në pemë dhe në ato që njerëzit ndërtojnë. Pastaj han nga të gjithë frutat dhe ndiq rrugën e Zotit tënd, të lehtësuara për ty. Nga barku i saj i bletës pra del një pije me ngjyra të ndryshme, në të cilën ka shërim për njerëzit. Me të vërtetë, në këtu ka shenja për njerëzit që mendojnë. Ky ajet në suretun Nahl është prej ajeteve të mrekullueshme, që ka mrekulli fetare, por edhe mrekulli shkencore. Allahu subhanahu wa ta'ala në librin e tij Kur'anin pra përmendi bletën dhe një sure të tërë e ka emërtuar me suretun Nahl, bleta. Për të treguar për vetëm një prej madhështive të krijimit, bleta. Allah azza wa jall na tërheq vëmendjen që të hulumtojmë për këtë inspirim që Zoti ia dha bletës. Të hulumtojmë për krijimtarinë e bletës, siç na tha dhe për devën, e fela yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat. A nuk medituan ata në krijimtarinë e devës? E në shumë gjëra të tjera. Pra, Allah azza wa jall na bën që ta rikthej mendjen pak dhe ta shohim se si është ndërtuar bleta, çfarë organizimi të jetës bën bleta, çfarë prodhon ajo, çfarë dobish na vijnë prej bletës e kështu me radhë. Prej tyre që kanë përmendur dietarët, është e para organizimi shoqëror që e ban bleta sipas grupeve.
Janë bërë studime të shumta rreth kësaj mbretërije bletave, të cilët kanë treguar se ndarjet ndërmjet llojeve të bletave dhe përcaktimit të detyrave të tyre. Pra secili grup ka detyra dhe punë që i bën që janë të veçanta prej grupit tjetër dhe llojit tjetër që bën punë të tjera. Pra asnjë grup nuk e bën punën e njëjtë. Një lloj prej tyre, thonë studiuesit shkencëtarët, ka për detyrë mbledhjen e nektarit të luleve dhe vendosjen e tij në depot e kosherës. Një lloj tjetër i bletëve punon brenda kosherës për të ndërtuar qeliza me formë 6 këndore. Dhe kjo është specifika e cila është mrekulli, sepse vetëm në këtë formë gjeometrike 6 këndore ka mundësi që t'i mbush bletat të gjitha hapësirat. Në qoftë se do të ishte përdorur ndonjë formë tjetër gjeometrike, 5 apo 4 këndore, nuk do t'i mbushte të gjitha hapësirat. Por e vetmja formë gjeometrike 6 këndore i mbush të gjitha hapësirat, pra brenda ato që i sjell bleta. Andaj kjo është mrekullia pra në këtë aspekt. Ka dhe lloj tjera bletësh që përgatisin ushqim të veçantë për bletën. Përgatisin ushqim veçantë për mbretëreshën e bletave. Detyra e mbretëreshës është vetëm shumimi. Pastaj ajo vendos vezet e saj, vdes që të zgjidhet një mbretëresh e re nga brezi i ardhshëm. Pastaj, pse Allah Azza wa Jall e përmendi bletën? Sepse pasi që të vjen një mbretëresh e re, e zgjedhur, vriten të gjitha bletet e ngjajshme në mënyrë që të mos e kundërshtojnë atë në sundimin e saj. Gjithashtu, ajo që ka cekun dietarë dhe shkencëtarë thonë, në hyrje të kosherës ka roje që i kontrollojnë punëtorët me saktësi të madhe. Bleta e cila bie në ndonjë papastërti ose diçka që ka erë jo të mirë, atëherë ato nuk e pranojnë. Ato punëtorët të cilat janë rojtar nuk e pranojnë dhe e mbysin atë, në mënyrë që të mos dëmtohet procesi. Pra këto të nderuar vëllezër i kanë përdorur shkencëtarët për të treguar madhështinë e asaj që përmendi Zoti para 1500 viteve në Kur'anin famamall. Pastaj mbretëria e bletëve përbëhet pra nga 3 kategori: bletët punëtore, bleta mbretëresh dhe meshkujt. Këto pra për të treguar ndarjen e tyre. Njëra prej gjërave të veçanta të bletës është mjalti. Dhe përbërja e këtij mjalti që Allah Azza wa Jall ka vendosur mrekulli në to, ku shërben për shërim fihi shifa'u lin-nas, ka shërim për njerëzit. Ku Allah Azza wa Jall pra duke analizuar dobinë e madhe të mjaltës, dietarët kanë thënë se bleta ka dobi të shumta. E para prej tyre kanë thënë se ajo përbëhet prej 25 deri në 40% glukozë, 30 deri në 45% fruktozë dhe 15 deri në 25% është e përbërë me ujë. Mjalta ka dobi ushqyese dhe është përdorur mjekësi si forcues, ushqyes dhe ndihmues në disa prej sëmundjeve shëndetësore. Mjalta përdoret për plag, për ftohje, sëmundjet lëkurës e probleme të tjera shëndetësore që mund të kanosin pra njeriu. Gjithashtu, ajo që ka mund të ceket dhe është e rëndësishme se bletët punëtore janë femra. Për këtë arsye Allah Azza wa Jall e ka përdorur në formën në gjinin femrore. Kur e ka përmendur ajetin kuranor, thot eni takhidhi min al-jibali buyuta. Pra ne kemi inspiruar bletën eni takhidhi që të ndërtoj. Pra folen ka ardhur në gjinin femrore për treguar që këto punëtore bleta janë femra. Gjithashtu ka thonë thumë me kuli, pastaj ha ose ushqehu nga to
është përdorur në gjinin femrore, pra të gjitha format që kanë ardhur dhe përmendet bleta, kanë ardhur në gjinin femrore për të treguar që këto punëtore si bleta janë femra. E të ngjajshme me to dhe kemi shumë për të folur për mrekullinë e bletës që ka përmend Allahu Azza wa Jalla në Kur'an, por inshallah në ndonjë takim tjetër. Dhe një shembull tjetër për ta përfunduar të nderuar vëllezër dhe motra, 3 boshtet e pastaj në ligjëratën tjetër për të vazhduar me 2 boshtet e fundit. Allah Azza wa Jalla thot: "Wadrib lahum mathala al-hayati ad-dunya kama'in anzalnahu min as-sama' fakhtalata bihi nabatu al-ard fa asbaha hashiman tadhruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira." Dhe ti Muhammed sjellja u atyre shembullin e kësaj bote. Jetën e kësaj bote sikurse uji që zbresim nga qielli, që përzihet me bimësin, e gjallëron atë, e pastaj pas një periudhe ajo thahet dhe largohet. Tha, Allah Azza wa Jall ka mundësi për çdo gjë. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, thonë dietarët islam, Allah Azza wa Jall e shembellon jetën e kësaj bote me ujin që e zbresim nga qielli shiun për disa arsye. E para, kanë thënë, uji nuk rrin gjithmonë në një gjendje të njëjtë. Uji nuk rrin gjithmonë në një gjendje të njëjtë. Edhe dynjaja dhe jeta e kësaj bote nuk është gjithmonë, rrethanat nuk janë të njëjta. Nuk jemi gjithmonë në lumturi të vazhdueshme, por gjithsesi edhe nuk jemi në vështirësi të vazhdueshme. Dynjaja është një bashkëdyzim mes vështirësive dhe lumturive. Për këtë arsye është një poet, Latif Berisha, i cili e përshkruan jetën e kësaj bote dhe dynjas, her mirë e her keq, her ëmbël e her idhët. Thot, në livadhin e jetës trigota i gjeta. 2 ishin të mbushura, e zbrast ishte e treta. E mora të parën dhe me gjuhë kërkova, aq ishte e ëmbël, sa që ma do gjuhën me njëherë largova. E mora të dytën dhe me gjuhë preka. Aq ishte e hidhur, sa që ma do gjuhën me njëherë hjeka. I mora të dyja t'i vendosa me një gotë, u bën hidhur e ëmbël, qysh është vetë ke botë. Andaj, as kush prej neve nuk e ka gjithmonë ëmbël, por as hidhur. Allah Azza wa Jall thot: "Wa nabluukum bi-sharri wal-khairi fitna." Do t'ju sprovojmë edhe me të mirë edhe me të keqe si sprov e fuqishme për juve. Andaj, muslimani duhet ta kuptoj këtë realitet e kësaj bote. Pra e para, uji ndron gjendjen e tij, edhe dynjaja ndron gjendjen. Rrethanat e dynjas na lëvizin sikur dallgët e detit. E dyta, kanë thënë dietarët, e ka shembulluar Zoti jetën e kësaj bote me ujin që zbret nga qielli, sepse uji nuk rrin në një vend, lëviz dhe ecë dhe rrjedh. Edhe dynjaja, një ditë prej ditësh, do të ecë, nuk do të qëndroj, do të shkatruhet. Kullu men alejha fan, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Gjësan ka me u shkatru dhe mbetet vetëm Allahu Azza wa Jall. E treta, Allah e përngjasoj dynjan dhe jetën në këtë botë me ujin që zbret nga qielli, duke thënë dietarët se nuk ka mundësi me u fut dikush në ujë përveç se do të laget. Edhe njeriu që ka ardhur në jetën e kësaj bote, s'ka mundësi me ardhur në jetën e kësaj bote përveç se do të laget me sprovat e dynjas, përveç se do të sprovohet me humbjen e të dashurit, me humbjen e vladit, me luftra, me humbjen e pasurisë dhe të ngjajshme me to. S'ka mundësi me ardhur në jetën e kësaj bote përveç se kemi u sprovu. Andaj kush hyn në ujë do të laget, kush vjen në dynja do të sprovohet. Dhe këto është përngjasimi. Dhe e katërta, kush e përdor ujin në mas të caktuar, do të ketë dobi nga uji. E kush e përdor më shumë se sa që i duhet, uji e dëmton atë. Edhe njeriu në jetën e kësaj bote, kush e përdor dynjan mesatarisht, me atë që Allah Azza wa Jall është i kënaqur, do ta fitojë dynjan dhe ahiretin. E kush bëhet shkak që dynjaja ta mbizotroj atë dhe stolitë e saj brenda saj, me dynja do të fundoset në zjarrin e xhenemit. Andaj këto janë përngjasime dhe shembuj madhështor që Allah Azza wa Jall i sjell në Kur'an për të na zgjuar mendjen tonë, e mbi gjitha për të na pastruar zemrat tona. Andaj
Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, këto ishin 3 boshtet dhe tematikat që i përmend Kurani, për të vazhduar edhe me 2 tematikat e tjera, të cilat janë pra përmendja e dispozitave kuranore, ajeteve kuranore që përmbajnë dispozita shariatike, rregulla fikhore, dhe boshti i 5 janë virtytet morale. Si janë këto, si kuptohen këto, do t'i marrim vesh në takimin tonë të radhës. Deri atëherë, lutem Allahun për përmirësim dhe stabilitet në dinën e tij. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.